Prej gati një orë, një person gjendet i shtrirë në zonën e ish dyqaneve të reja në lagjen Lev Sallata. Siç e shikoni edhe nga pamjet, personi është i gjakosur, me duar të gjakosura dhe fytyrë të gjakosur. Sipas vetë dëshmimtarëve të zonës ku ka ndodhur edhe pikërisht ku gjendet edhe personi që duket një i moshuar, vetë dëshmitarë shpjegojnë se ka qenë i gjakosur në pjesën e fytyrës në momentin që ka rënë atje ku dhe gjendet. Në qoftë se ne do të tentojmë që të telefonojmë numrin 127, ky numër do të rezultojë i padisponueshëm, një problem ky që e kemi njoftuar për disa herë. Po ashtu, edhe në qoftë se ne do të tentojmë të lidhemi me numrin fiks të pikërisht të urgjencës, edhe në këtë rast nuk do të përgjigjet asnjë person. Tentojmë fillimisht 127-ën. Pikërisht ky është edhe numri 127 që ne po tentojmë të telefonojmë. Pra, në këtë moment tentojmë përsëri për të marrë numrin fiks, telefonojmë numrin fiks të ambulancës. Pra, numri fiks 033 22 41 51. Tentojmë të rilidhemi me këtë moment me 127, por në numrin fiks. Del i zën edhe në këtë rast. Tentojmë të lidhemi përsëri. Pra, edhe numri 127, por me numrin 033 22 41 51 rezulton i padisponueshëm. Në këtë moment personi mund të rrezikojë edhe jetën. Ne nuk duam që ta lëvizim pra për të dhënë ndihmën tonë, sepse nuk i dihet, ndoshta nuk duhet që ta lëvizim. Jemi në pritje që të vinë mjetet e emergjencës, nuk është hera e parë që mjetet e ambulancës vonojnë në ngjarje. Personi shikojmë që lëviz, ka kokën e gjakosur, por asnjë ndihmë nuk duket që për t'i dhënë personit.